Në karrigen e të parit të komunës së Vrapçishtit u ul sot Bujamin Kadriu, i cili u emrua nga qeveria si ushtrues detyre e kryetarit deri në zgjedhjet e janarit. Kadriu tha se vendosi që të hyjë në komunë pikërisht në ditën e sotme, kur po shënohet një festë dy fisht, dita e flamurit dhe dita e xhuma. Sot mos kam zgjedhur dhe si ditë të parë ditën e ditë të rëndësishme është sot dita e flamurit, dita e 28 nëntorit, ku i uroj të gjithë qytetarëve të komunës sonë dhe mbar shqiptarëve gëzuar festën e flamurit, njëkohësisht dhe ditë e xhuma apo ditë e premte, një xhuma të begat dhe lutje të pranuara. Kadriu potencoi se nuk ka ardhur për hakmarrje, por të zhbllokoj komunën dhe ta vendosat në normalitet. Ne nuk jemi këtu për hakmarrje, ne jemi këtu në shërbim qytetarëve. Kjo është një proces krejt normal dhe askush nuk duhet të frigohet dhe as nuk duhet të jetë nën panikun e frikës së hakmarrjes. Ne jemi këtu për bashkëpunim. Ne jemi qytetarët e këtij vendi dhe i shërbim kësaj komune. Shpresoj që të gjithë kjo administrat t'i kthehet, punët administrative t'i kthehen normalitetit dhe këto punëtorë të kësaj administrate të jemi bashkëpunim të vazhdueshëm. Edhe Kadriu, sikurse Xhelili në Gostivar, nuk u prit nga administrata, por ai ka vendosur t'i arsyetoj. Thot se janë të friksuar, por se bashkëpunimi me ta do të jetë i domosdoshëm, andaj i ftoi që të u kthehen detyrave të tyre. Është krijuar një huti, një frikë, një panik, dhe kjo vjen si pasojë një shantazhi të kryetarit paraprak, që vazhdimisht kemi informata nga të gjithë që kanë qenë të kërcënuar, kanë qenë të shantazhuar krejt kohës që të veprojnë në këtë mënyrë që vepruan. Por është e krejt normale dhe ne i mirëkuptojmë. Ne jemi këtu për ta zhbllokuar këtë, për ta larguar këtë frikë. Ne këtë fenomen të frikës, të kërcënimit dhe të shantazheve, andaj edhe jemi këtu. Andaj jemi dhe të lëguar. Administrata është shtilla e kësaj komune. Dhe këto njerëz janë ato që unë duhet bashkëpunoj dhe ato duhet bashkëpunojnë me mua. Edhe Kadriu nuk është i sigurt nëse do të jetë kandidat për kryetar në zgjedhjet e janarit, por thotë se nëse koalicioni vendos, ai është i gatshëm ta pranojë.